Bismillahirrahmanirrahim. Shumë të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me paqe dhe selam për gjithë. Me thonë drejtën, kjo pjesa prezantimit i ka dy siklete me vete, sepse një të vendos para përgjegjësisë të gjërave të cilët ka qenë mirësia e Zotit që ka ndjek dikush në jetë, po e dyta krijon një imazh të caktuar dhe po si u përgjigj atij imazhi me njerëzit nuk janë rregull. Kështu që ne lutim Zotin që në këtë ligjërat të shpalosim sa të jetë mundur një prej temave që mendoj që edhe mua më ngacmoi të jemi sinqert, më shtyu që të shikoj pak më thellë rreth këtij koncepti të rëndësishëm fetar, por nuk mundem ta nis ligjëratën time pa falendëruar përzemërsisht UAM-in, të gjithë organizatorët dhe kryetarin e UAM-it vëlla Fillimit, cilët sinqerisht, përzemërsisht i lutem Zotit që t'u jap gjithmonë sukses, të kenë punë sa më të mira, kështu të bukura të organizuara, kështu me vizion shumë gjithëpërfshirës, për të realizuar atë çka cilën nuk është e lehtë ta realizojmë si shqiptar, pra të rrim bashkë. Qoftë edhe për të takuar, për të njohur, gjë për cilën mos e konsideroni të vogël, pra një bashkësi shqiptaresh që nuk i ka bashkuar thjesht një rasi këtë jetë që jetojnë një territor, por përkundrazi bashkon një vizion i përbashkët, një ide, një gjë më e gjerë, më e madhe, siç është edhe besimi në Zot. Për këtë sinqerisht ju përgëzoj edhe jam mbi të gjitha falendërues Zotit dhe them që duhet ta shikoni me vëmendje këtë gjë. Kufit gjeografik, dashje pa dashje, krijojnë edhe kufi perceptimi dhe kufi mendimesh, krijojnë edhe barriera mendimi dhe njohje, por siç është e thënë gjithmonë, nuk merren vesh dy njerëz që flasin të njëjtën gjuhë, po merren vesh dy njerëz që kanë të njëjtë perceptime për gjërat. Pra kanë të njëjtat përkufizime për gjërat. Ato njerëz ta merren vesh me lehtë. Mos ju bëj çudi që mund merresh vesh me italian dhe pse flet italisht, mos merresh vesh me shqiptar, edhe pse flet nganjëherë shqip, nuk është e habitshme, sepse është mënyra e perceptimit të gjërave që ju bën të kuptoheni me njerëzit. Prandaj ky lloj organizimi na afron kuptimet mbi të gjitha. Na afron atë çka është më e rëndësishmja, që të kuptohemi, të mirë kuptohemi, të jemi në derën e atyre njerëzve që futen në hijen e përkufizimeve të përbashkëta. Tema për cilën më ka vendosur është koha e kundrimit. Në fakt, vetëm fjala kohë ju e kuptoni, por fjala kundrim në Shqip është fjalë, fatkeqësisht ne mendojmë që shqipja është e varfër. Në fakt shqipja nuk është gjuhë e varfër, është shumë e pasur, por do soditje, do vëzhgim. Kundrimi në farë lloj forme është soditje, është mënyrë të menduari, është meditim. Është jo meditim abstrakt, por është vëmendje e përqendruar për të kuptuar më thellë kuptimin e gjërave. Normalisht, sipas ato që merren me studimin e njeriu, po unë do kem referencë besimtar muslimanët në këtë ligjërat, një ndër mendimtarët e shquar musliman bashkëkohor është Ali Ezebegovic, i cili thotë: koha është një koncept abstrakt, por ne njerëzit bëhet i prekshëm vetëm në momentin e asaj kohe që ka kuptim për ne. Që do thotë, ju mund kaloni shumë pjesë kohës në jetë, por për ju ka rëndësi ajo kohë që kalon gjurmë, ka kuptim për ju. Çdo pjesë e kohës tjetër nuk le shenjë tek ju, është kohë e pa rëndësishme, është kohë që kalon. Pra kur themin e koha e kundrimit, në fakt kohë reale e jetuar është vetëm ajo pjesë e jetës që për ne ka kuptim. Çdo pjesë tjetër që nuk ka kuptim, për ne është inekzistente, nuk është se ajo ka kaluar, por për ne nuk ka peshë. Për shembull, ditëlindja në njërit për jush, nuk është se ka peshë për dikon tjetër që se di, po për ju që e dini ka shumë rëndësi sepse ka kuptim. Ose ardha një jetë e fëmijës parë, për shembull. Për shumë njerëz nuk është se ka ndonjë rëndësi, po për ju ka shumë rëndësi sepse ka kuptim. Edhe pse është e rëndësishme ajo datë, është e rëndësishme se ka peshë për ju. Sepse ka një kuptim të rëndësishëm për jetën tuaj. Dhe për mua mos jetë fare rëndësishme sepse s'ka kuptim.
Prandaj koha e kundërimit, pra kjo koha e kuptimit, është e vetmja kohë e vlefshme për njeriu. Prandaj Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famlar e ka sjellë të me termin tafakkur. Dhe është interesant sepse ajeti që e sjell të gjë përmend dimensionet e meditimit njeriu për gjërat e rëndësishme që ka në jetë. O e tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, pra dhe këto meditojnë krijimin e qiellit dhe tokës. Njeriu sa më shumë të sodis me kuptim për gjërat që ka përreth, aq më shumë vlerë do jap. Shikoni, jeta mos ketë rëndësi deri në momentin, shumë njerëz që keni përreth. Mos kenë rëndësi deri në momentin kur t'i humni. Momenti kur t'i humni do e kuptoni ç'pesh kanë ato. Kjo është një gjë e vërtetë. Kush se ka prindin për shembull, unë ju betohem në Zot që ja di vlerën më shumë se ai që e ka. Jo sepse ai nuk e kupton rëndësinë, por nuk ka medituar mbi peshën e rëndësisë prezencës prindve. Pra nuk ka ndalur të sodis për të parë se ç'pesh ka prezenca e tij. Kështu është jeta, kështu është shëndeti, kështu janë miqt, kështu është e të parurit, kështu është dëgjuarit. Çdo gjë kështu është. Ka pesh vetëm në momentin kur ti ndalosh të meditosh ç'pesh ka ajo, ç'vlerë ka ajo. Dhe gjë për të cilën Zoti i gjithësisë neve na fton në këtë moment që ne të kthejmë sy dhe të sodisim përreth. Dhe do krijoni me veten tuaj një hierarki vlerash. Do shikoni që në një moment caktuar njeriu hutohet në këtë dynja sepse në përgjithësi nuk ka hierarki për të vlerësuar gjërat. Nganjëherë vlerëson, për shembull t'ju tregoj një histori të bukur, një detyrë shkolle, një profesoresh i kishte dhënë mësim nxënësve temën një hartim, më tregoni çfarë keni dëshirë të bëheni. Dhe një djalosh që shkruar kam dëshirë të bëhem televizor. Dhe kishte argumentuar në mënyrë fantastike. Tha dua të bëhem televizor sepse ai është në qendër të shtëpisë, pra po të hysh në shtëpinë time, në vendin më të mirë ai është. Është mu në qendër. Madje tha është aq i rëndësishëm sa që po dola para unë tham thon hapu se na ke zënë televizorin. Madje të jemi sinqertë prindërit tha nuk zihet kushta ku ulëm unë, zihen ku është telekomanda, tha kanë i problem sepse thonë jo ta marrun, jo ma jep mua, jo ka filluar emisioni im, jo s'ka filluar imi. Kam shumë argumenta, tha profesore, tha të jemi sinqertë, tha pse duhet të jem televizor. Sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Sot për shembull do thotë duhet të jem telefon, në një farë forme. Do ishte madje ndoshta nuk e teproj kur them nuk është vlerë e vogël të jesh telefon. Nuk të harro kush, është shumë e vështirë. Madje po 10% e karikimi që thuaj që po bie, direkt gjithë kujdesen që ti të marrësh përqindjen e duhur. Ndoshta po të shfaqet në njëri prej nesh në një lëndim emocional, do mundohemi të gjejmë kohën e duhur për të marrë me lëndimet emocionale të njëri tjetrit. Pse është kështu? Sepse vëmendja është ajo që i ka dhënë rëndësi gjëje. Hierarkia e gjërave është ajo që i ka dhënë vlerë diçkaje. Koha ky e tefakkurun, Zoti i gjithësisë rëndit hierarkinë e gjërave të rëndësishme që duhet kesh jetë. Jep hierarki. Në traditën tonë fetare, Zoti është i pari, njeriu është i dyti, objekti është i treti. Objektet janë shërbim të njerëzve dhe njerëzit janë adhurues ndaj Zotit. Në modernitet është komplet e kundërta. Zoti është përzën nga qielli. Objekti është thelbi kryesor që vlerëson dhe vetë njeriu. Pra në modernitet nuk ka rëndësi njeriu, ka rëndësi objekti që shoqëron njeriu. Për shembull, edhe unë që erdha këtu para jush, u prezantova me objektet me cilat unë i jap vlerë vetes. Dhe vesh një kostum për cilin ju mush mendjen juve që unë kam një autoritet tjetër në raport me ju. Ti do të thuash se pa është e gabuar kjo, çfarë rëndësi ka, nuk e hym kësaj teze. Ju them që objekti ka fokus të jashtëzakonshëm në modernitet. Dhe dashje pa dashje, ky lloj meditimi neve na fton të ndërtojmë hierarkinë e vlerave. Shpirtërore, fizike, materiale.
Hierarkia e vlerë modernitet është komplet kokë poshtë, është e kthyer 100% kokë poshtë. Dashje pa dashje, edhe kur prezantohemi, edhe kur flasim, edhe kur shkojmë diku me pushime, na merr vëmendje të jashtëzakonshëm objekti, jo njerëzit si ndihen brenda objektit. Edhe një darkë, ne kena shumë rëndësi sistemimi tavolinës, edhe pse është i bukur të bëhet kështu. Po nuk ka më rëndësi se njeriu që është prezent. Nuk mund të ketë, nuk duhet të ketë. Pra, kjo soditje në një stacion të parë të këtij mendimi, unë them duhet ndalojmë të ndërtojmë hierarkinë e vlerave njerëzore. Të japim peshën gjërave aq sa ju ka dhënë Zoti. Kurani për shembull, përveç dhuratës madhe hyjnore që mëson njeriu për konceptet, jep edhe një dhuratë të madhe tjetër që të sistemon hierarkinë e vlerave. Pra, si thot dhe Hasan el-Basri radiallahu anhu, ipi vlerë gjërave aq sa ju ka dhënë Kurani. Të ndërton hierarkinë e vlerave. Pa ta kesh vënë re ç'pesh të madhe i ka dhënë njeriu, ç'pozicion të madhe i ka dhënë burrit, gruas, fëmijëve. Gruas jo si gjini, por si vlerë, si nën. Burrit jo si mashkull, por si vlerë, si prind. Pra ka një hierarki të jashtëzakonshme vlerash. E dyta gjë, çdo lloj adhurimi ne kemi mënyrë meditimi, për shembull ne nuk i kemi adhurimet, ndërua motra dhe vëllezër, koncepte abstrakte. Keni vure për shembull them ezani është një farë lloj forme është thirrje intelektuale. Për shembull, ezani ke ne nuk është tingull pa sens, pa kuptim, është një zhurmë. Është fjalë. Zoti për shembull është më i madhi. Hierarkia supreme. Çfarë fjale ka të jashtëzakonshme? Hajde në shpëtim. Është thirrje, nuk është një tingull abstrakt, një gjë që nuk të shtyhen të meditosh. Përkundrazi. Hayya ala salati, hayya ala falah. Hajde në namaz, pra hajde në shpëtim, o njerëz. Pra Zoti i thret njerëzit me një gjë që ka kuptim për ato. Dhe me drejt, për shembull kam lexuar në Twitterin e një prej aktorëve, i cili tha kur vizitova Stambollin për herë të parë, dëgjova ezanin dhe pyes atë që më shërbente, i thash, "Çfarë është kjo?" Thash ezani, pra i thash, "Po çfarë thot?" Kur më shpjegoi fjalët, ha? Thash, sa i madh që e ka Zoti tek ju që ju thret, ne duhet ta thrasim. Që ka madhështore, tha ju thret. Pra nuk ju braktis, nuk ju harron, por ju thret me kuptim. Nuk është si ju thret pa sens. Ka një tingull abstrakt që ti nuk e din se çfarë do të thotë. Jo, pa i thret me kuptim. Hajde në namaz, hajde në shpëtim. 2 namaze për shembull tek ne, nuk është lëvizje abstrakte, është lëvizje me kuptim. La salate ila bi fatihatil kitab. Nuk ka namaz përveç me Fatihan, por Fatihaja është sens kuptimesh. Leximi i surës Fatiha, po të përpiqeni në kohën që imami lexon dhe ta kuptoni çfarë thotë, rindërton hierarkinë e kuptimeve njerëzore. Është e vërtetë që në kohën moderne, ndërua motra dhe vëllezër, ne më shumë e këndojmë Kur'anin se e lexojmë. Se për mua ka një dallim mes këndimit dhe leximit. Këndimi e ka fokusin ke tingulli. Leximi e ka këtë domethënia. Të dyja po të bashkohen është perfekte, por nuk mundet të kaloj tingulli domethënien. Ose më saktë nuk duhet ta kaloj. Prandaj për shembull në Islam nuk pranohet nuk është namazi i pëlqyeshëm nëse sa ka të xhvidin e rregull, nëse gabon në kuptim, në domethënie. Po zëri dhe po si e kalo, mirë është jetë. Profeti thotë të lexohet me zot bukur. Po pa lexim korrekt nuk pranohet sepse kuptimi është këtë domethënia. Pse? Sepse ibadetet tek ne nuk janë ibadete abstrakte. Ne nuk falemi në nivel ulim edhe rrim kështu meditojmë, në asgjë. Ne kemi domethënie për atë që meditojmë. Më saktë, asnjë prej adhurimeve nuk mund të realizoni, po nuk patet përqendrim meditimi. Për shembull, për gjetur kiblen, duhet pak astronomi. Meditoni në krijimin e qiellit dhe tokës, nuk mund ta gjeni drejtimin. Për të dhënë zakat duhet pak matematikë. Për të medituar mbi fuqinë e numrave dhe fuqinë e rënditjes hyjnore.
Për të ushqyer duhet pak biologji. Që ndani halallin nga harami dhe kështu do të sëditni madhështinë e krijimit, si Zoti ka strukturuar qelizat, si ka rënditur frutat e ndryshme, ushqimet e dobishme dhe pa dobishme. Për të marrë abdes ju duhet pak kimi, për të dalluar llojin e ujrave. Dhe për të kuptuar formën e jashtëzakonshme të bashkimit molekulave të ujit. E dini shumë mirë, hidrogjeni është djegësi më i fortë. Oksigjeni ndihmon djegjen. Është madhështia e Zotit që bashkon dy hidrogjen me një oksigjen dhe bën një objekt që shun ujin dhe etjen e njeriut, apo jo? Pra nuk mundesh ti si besimtar të soditësh, të meditosh, të hedhësh vështrim mbi krijimin e ujit dhe mos madhërosh Zotin, është e pamundur ta bësh këtë. Po nuk është madhërim abstrakt, i pavetdijshëm. Është madhërim shumë i përqendruar dhe shumë i vetëdijshëm. E shikoni pra vetëm shkencat bazë, po nuk i soditëm dhe po nuk i pam, po nuk medituam krijimin e qiellit dhe tokës dhe vetes tonë, ne nuk kryejm dot obligimet bazë që kemi të fesë. Nuk i realizojmë dot. Nuk mund i bëjmë si duhet. Po kështu është namazi, po kështu janë gjithë ibadetet, ftojnë një formë meditimi, një formë studimi. Tjetër gjë, Allahu Gjeleshanu përveç jetë e fekerun, që na kanë thënë vëllezërin tem koha e kundrimit, ka një term tjetër në Kur'an, jetë e deberun. Ka përdori term të dytë. U do mundohem t'ju fush pak në strukturën e Kur'anit deri ku e dërgon nivelin e meditimit dhe soditjes njeriut. Përdor një ajet kuranor Allahu Gjeleshanu ku thot, Efela jetë e deberun e l'Kur'ana. Po fjala të debur, pra në termin fetar, është të mendosh me mendim konstruktiv në domethënien e fjalëve të Zotit. Kështu thot, për shembull në komentin e kësaj surje, kështu thot Fahrudin Razi për shembull. E të debur është të meditosh, të studiosh me studim domethënien e vetë ajeteve. Tani, e para Zoti na ftoi meditimin e krijimit, dytë fton meditimin e teksteve hyjnore, që për mua është stacion shumë i rëndësishëm fetar. E kam thënë dhe në vende tjera, po dua ta hap këtë temë këtu. Kur'ani famlar dhe thënjet e profetit, alayhi salatu wassalam, e kanë farz kuptimin. Nuk është kusht, thot Imam Gazaliu, të jesh armik të dëmtosh Islamin. Mjaftot të mos e kuptosh e ke dëmtuar sa s'ka më. Dhe u them me shumë sinqeritet, dëm të jashtëzakonshëm që mund të bëjmë fesë në momentin kur nuk arrim ta kuptojmë domethënien reale të teksteve hyjnore. Sepse mbi keqkuptimet fetare ndërtohen bindje. Nuk është thjesht një tezë, nuk është thjesht një mendim. Është çështje bindje, është çështje mënyrë të jetuarit. Dhe nëse fatkeqësisht me mënyrën e të jetuarit nuk ndërton koncepte të qarta, mundet të bësh dëm të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ti vetë kupton fen. Unë do të sjell vetëm një model. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. O Muhammed thuju, besimtarve, nëse ju e doni Zotin, thuju të të ndjekin ty që t'i doj Zoti. Shita një vlezën, ajo termi aty, fattabi'uni, më ndiqni, në gjuhën arabe është shumë delikat si term. Nuk thot faqalliduni. Do ta them juve, taklid në gjuhën arabe është ndjekje pa me ditë as pse po e ndjek, as qëllimin e asaj që po ndjek. Po të kishte përdor fjalën taklid, Kur'ani, do të thotë që ti ta ndjekësh verbërisht. Po ka përdor fjalën tiba do thotë ta ndjekësh duke e ditë pse po e ndjek dhe qëllimin pse po e ndjek. Profetin alayhis salam për mua gabojnë ato që e ndjekin pa e kuptuar pse dhe qëllimin pse e bën një vepër, gabojnë shumë. Taklidi është të ndjekësh formën. E tiba është të ndjekësh kuptimin. Pse profeti ka bërë këtë lëvizje?
Pse e ka majtë të formë dhe pse s'ka ndje këtë formë tjetër? Kjo është e tiba. Taklit është të ndjekësh lëvizjet. Kjo fjalë që përdor Zoti është të ndjekësh pse profeti ja bëri këtë lëvizje. Për shembull, profeti jon sallallahu alaihi wasallam në hadith Sahih Buhariu thot Imam Enes ibn Malik thot na erdhi në shtëpi profeti alayhis salam ke Maliku për darkë thot dhe ai thot nuk kishte gjë tjetër babaim të nxjerrë dhe i nxorri një tas me uthull. E keni ke Buhariu, nuk është që e hedh sa më kështu. Thot profeti e konsumoi dhe tha fenia mel khallu. E bekov Zoti uthullën. Sa e mirë është ose diçka e tillë, sa e bekuar është uthulla. Dhe ky është hadithi sakt. Dikush e kishte marrë këtë hadith dhe kishte filluar të pi uthull në mënyrë të vazhdueshme. Se ka lexuar hadithin, por nuk e dim pse e ka thënë, kujt ja ka thënë, pse e ka thënë profeti, çfarë ngjarje ka pas atje, më po e kishte bërë domtim stomak sepse uthulla ka përqendrim të madh aciditeti. A dhe janë kohët një hoxha të madh i thotë hoxha Efendi thotë kam pi këtë uthullën se kam dëgjuar hadithin, po më ka bërë dëm të madh. Kishte thonë, domethënë ka bërë shumë pak dëm, thotë kishte bërë më shumë me qenë. Sepse mori dashur ky hadith nuk ka lidhje fare për mirësinë e uthullës. Ibn Hajar Askelani në librin vet Fathul Bari, komenti më brillant i haditheve të Sahihul Buharit, thotë profeti ja tha që mos ofendonte Enesin edhe Malikun. A kishte shku për darkë, mos të ofendonte, atë uthull i kishin dhënë, e mirë, tha e mirë është që mos të ofendonte. Nuk tha se është e mirë uthulla, tha që mos të ofendonte njeriu, s'ka lidhje me uthullën fare. Po mos kuptimi i haditheve të profetit dërgon në këtë keq kuptim të madh të kësaj çështje fetare. Janë një tërësi hadithesh profetit, thënie, të sakta patjetër. Por nëse bëhen 3 gabime, do t'i nxjerrim nga kuptimi total. 1. Mos kuptojmë kontekstin e thënë. 2. Mos kuptojmë gjuhën që ka përdorur. 3. Shkakun. Pse e ka thënë profeti alayhis salam. Për shembull, kush futet në studimin e haditheve, ka thënë profeti alayhis salam në hadith sakt. Kush e fal namazin e sabahut dhe t'jacis me xhamat, ka 25 sevape më shumë se ai që e fal tek. Është i saktë Buhariu. Pse nuk e ka përmend drekën, ikindin dhe akshamin këtu? Të thua që profeti ka harruar, nuk harron, sepse wa ma yantiqu anil hawa. In huwa ila wahyi yuha, nuk flet nga hamendësia ai. Vetëm në mënyrë precize, koncize ajo që është shpallur. Po keni ke Suneni Abu Daudit, hadithi është i saktë, e transmeton Abu Huraira, ka thënë profeti alayhis salam, kush e fal namazin e drekës dhe t'ikindis ke ara e vet, ka 50 sevape më shumë. Hadithi është i saktë. Sepse është me logjik, është më e bukur, më e hishme që namazi i drekës dhe ikindis ke puna, sabahu dhe jacia ke xhamia. Duke mos i bashku këto dyja ne i shtojmë vet. Bëjmë një ngatërres. Kur i bashkojmë ka sens. Sabahu në xhami, dreka ikindia ke puna ka sevapet e veta. Pra, është një tërësi hadithësh që ka nevojë që besimtari të jetë debër, pra të hulumtojë me domethënie dhe me studim. E keni Fathul Bari. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu që thot kam dëgjuar profetin alayhis salam që thot Zoti ka mallkuar gratë. Kur e ka dëgjuar Aisha këtë fjalë, keni ke Fathul Bari. Kush ka dëshirë të kthehet. I thotë Abu Huraira, ke dëgjuar vetëm fjalën e fundit me smeje dhe profetit. Nuk e dëgjove çfarë than përpara. Tha çfarë that përpara? Tha profeti alayhis salam, po tregonte tha se si nga një herë presion i bëjnë tha gratë hebreje në atë kohë përpara burrave të vet që të fitojnë pasuri që rëndësi ka mënyra se e fitojnë. Edhe tha për këtë Zoti i mallkoi gratë të erdhë vetëm kjo fjalë e fundit tha dhe e more. Imagjinojmë mos ta kishte sqaruar Aisha këtë dhe ne të morëm vetë të fundit. Çdo më mund bëjmë. Në mënyrë perceptimi fetar. Është e vërtetë e ka dëgjuar nga profeti, por ka dëgjuar të fundit. Si shumë për nesh mund dëgjojmë një hadith nga profeti,
por nuk mund shmangim tërsinë e thënieve profetike dhe domethënien reale tyre. Nuk mund shmanget se pastaj do të bëjmë gabim në konceptin e fesë. Dhe me thonë drejtën, nuk janë pak gabimet që bëhen, po në emër të Zotit, sepse ka një gjë, nderuar vëllezër dhe motra. Çështjet në emër të Zotit, unë kam thënë shpesh herë, njeriu kur e fut Zotin në mes, edhe ignorancën e shenjtro. Se njerëzit do merren me Zotin, po e theti ka thënë Zoti e stopo direkt. Duhet me pas shumë delikatesë. Unë po ju jap një rast shumë personal dhe kam dëshirë ta sjell pak të prekshëm. Isha në një restorant halal diku, kisha vu tabelën halal. Mi po gatimi ishte në nivel 9-0. Dhe i them, mora të pronarën e ftoi për i kafe, them zotëri. Halal i thashë standard. Që i gjë quhet halal ka 3 nivele. Saktësia e produktit, pastërtia e gatimit dhe kultura e servirjes, që thush halal. Nuk halal vetë me therë. Edhe hedh aty mbajtje, më thumë është halal, dhe shinda shaj më sa ha. Halal ka standard. Si çdo gjë që nëse musliman. Ka rregullat, ka etikën, ka estetikën. Nuk ka shanse në fe gjë ti mungoj estetika dhe etika dhe ta quajsh fetare. Edhe sadakaja, gjithë japin, po dhe një që është fetar jep. Shefi fukaraj jep. Po ku është dallimi? Mënyra e dhënjes. Kultura e dhënjes. Këtu bëjmë dallim nëse fetar, se ku do bëjmë dallim? Ne japim në atë formë që e djathtë tha profeti, kur e jep se merr vesh këtë tjetra. Pra, me një kulturë që të varfër mos na bëjmë nihet i varfër 2 herë. Se një herë është, dhe një herë bën diesh ti, s'është më e nevojshme ai thotë që jam i varfër. E ke kryq çështja. Madje dikur kam thënë, nuk ka bamirësi pa fisnikëri. Nëse keni ndërmend të ofendoni dinjitetin e tjetrit, më mirë mos e bëni. Se dinjiteti është shumë më i rëndësishëm se sa fukarallëku. Është më rëndësishëm shumë më i rëndësishëm dinjiteti i njeriu. Po e prekën dinjitet, më mirë mos e bëni. Unë nuk kam qenë kur simpatizant, dhe shqyr që është dhe kjo për të regjistruar, i tezës që me qenë se është i varfër, se s'bon duhet qura vite që unë ta ndihmoj. Kur në botë. Nuk është e nevojshme ta denigrojmë në dinjitetin e atij që ne shkojmë ta ndihmojmë. Kjo është e vetmja gjë që ne si besimtar nuk na takon. Duhet ruajmë se s'bën dinjitetin e personit. Fisnikërinë e atij. Ai nesër mund të bëhet profeti që barideles, po u bë zotni. Nuk mund thuash që njeriu dinjitetës duhet m'ia prek në asnjë lloj forme. Qoftë edhe në emër të Zotit dhe në emër të bamirësisë, që është më keq. Dhe i them, i dashtëm thashun halali, thash ka standard. O, është dhe pëtja je kundër halalit, tani, se di ka i gjë motra dhe vlezën. Ne, shpesh herë i nxjerrim njerëzve Zotin përpara për keq kuptimet tona. Nuk është e drejtë për mendimin tim. Po si të thamu tash, jam kundër halalit? A je metro ti hoxha kundër halalit? Si mendon thash ti? Mos më nxjerr Zotin para. Unë po merrem me ty, po merrem një gjë që ti s'e ke bërë. Leje Zotin. Shpesh herë njerëzit mund të jenë kundër mënyrës ne fetarëve, mund mos jenë kundër fesë. Edhe duhet me ndak këtë çështje. Edhe kundër mua si hoxh, sepse niveli, mënyra e paraqitjes, ndoshta s'e kam kuptuar. Unë tani i them je kundër Zotit. S'është drejt kjo. Ti nxjerr njerëzve Zotin para, se nuk mund të jetë dakord me një mendim timin. Ose në një mënyrë qasje time që është shumë normale ta kundërshtoj. Ju tha profeti beduinëve të Mekës, tha çka keni me hurmat, sa ato kur i pjalmojnë hurmat ju bien me shkop. Me shkop madhe i godasin degët që pjalmohen, bëjnë vetë pjalmim artificial. Pse ju bini, tha profeti, në natyrshmëri ju duk sikur ne me patu krasit pemë, pse i pret më vëlla? Ai që s'merr vesh thotë të bëna i gabim, çka që pret pemët. Pra ai që s'është i fushës. Pse tha profeti? Ai lan ato shkretet. Nuk bon as i kokër hurm. Tha noi dërgumi Zotit, po s'na bon tha hurma. Pse tha s'u bon? Po na the ti tha mos u ashtu. Antum adrabi shun dunyakum. Po njerë, po ju i dini, po s'jam bujku. Ju i dini punë të fushës tuaj, tha.
Nuk erdhën të thonë profeti si kundër profetit Zotit. Nuk kanë bo sabër. Ka sprovu Allahu. Jo. Jo, zotni, se nuk jam i fushës. Direkt profeti alayhis salam korrigjim. Jo, tha jeni, tha, ma zotni, tha më fushë, vazhdoni. Tha nuk jam bujk. Pra, kur flasim për meditim në konceptet fetare, dhe kjo çështje e dytë për mua është e rëndësishme. Sepse ndon nga i herë që feja përzihet me kulturën, feja përzihet me traditën, dhe me të drejtë studiuesit bashkëkohor, për shembull një ndër më të mëdhenj për mua, kush ka dëshirë nga vëllezërit lexojë Taha Abdulrahman, është marokan, po është një mendje e holl moderne, dhe ua sugjeroj të t'i ktheheni. Nëse nuk dallohet thot kultura arabe me fenë e Zotit, thot do bëni shumë gabim. Feja është e Zotit dhe është universale për çdo kohë, për çdo vend. Kultura arabe është arabe dhe ta majnë dhe ta gëzojnë dhe ta trashëgojnë brez mas brezi në kinat tonë, thotë. Nëse s'ndahet kjo, se kjo është çështje delikate. Duhet dallojmë mes një kulture dhe një. Prandaj i madhi Ibn Khalduni ke muqaddime thot, thelbi kryesor i profetëve erdhën që zakonet e popullit vet mos të bëjnë ligje hyjnore dhe mos të bëjnë ligje universale. Ky ishte thelbi i profetëve. Ditën të ndallojnë me zakonit popullit dhe ligjeve hyjnore. Për shembull, profeti alayhis salam ka thënë në transmetim sakt, çfarë ke dëshirë o profeti i Zotit? Mua tha më pëlqen shpatulla e kecit. Ka thënë transmetim sakt. Po mirë, mua që nuk më pëlqen, domethënë nuk e zbatoj sunetin. Po nuk e ndam të gjë, do të hym hakfes. Po s'ditëm ta ndajmë këtë. Në tërësinë e thënieve profetike. Do të bëjmë një analizë ndoshta të gabuar në pikpamjen fetare. Dhe pa më pas dëshirë ta zgjasim shumë, por mendoj që juve që jetoni këtu duhet bëni këtë lloj dallimi. Mes Islamit që është për të gjithë, mes një kulture që është personale, mes një dogme, një doktrine dhe një zakoni. Por ndryshe, do të paraqisni një zakon dhe italianit nuk i pëlqen zakoni, po feja i pëlqen, po si pëlqen zakoni jot, edhe ka drejt, sa ai ka zakonin e vet. Më shumë drejt. Atëherë ati i duke si kur feja është përjashtuese, se thotë unë s'ma përfshin këtë traditën time, këtë robën që kam unë, atë stilin fin që kanë italian. Por kundrazi, feja e pëlqen estetikën e një populli, zhvillohen, për shembull shihni modelin e xhamive. Islami ka, si thot Ismail Faruku, është civilizim përfshirës, jo përjashtues. Harqet i morëm nga bizantinët, kupolat i morën nga bizantët, stilin e xhamive morën stili abstrakt fetar, këto që janë kënde që ripërsëriten, është pra dhikri që për ripërsëritet, pra Islami thot boni një gërshetim të jashtëzakonshëm. Ose kthehuni ke Singrit Hunke, e cila ka shkruar librin e jashtëzakonshëm për mua, Dielli i Allahut që shkëlqen perëndim. Është një libër fenomenal, se si shpjegon se si Islami është civilizim përfshirës. Të respekton pikpamjen, zakonin, kulturën, përderisa nuk është kundërshtim me ligjet hyjnore dhe parimet universale, mirë se të vish. Ti ke dëshirë të bardhë, nuk kam të zezën, ai të kuqen, ai tjetri gjithë, sepse Islami është universal. E treta gjë, Kurani famlar për ta zgjeruar nivelin e kundrimit tonë që flasim sot, ka sjellë një fjalë tjetër. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto, sepse përkujtimi u bën dobi besimtarve. Pra, kemi e tefekkur, kemi të dëbbur, o kemi të dhekkur. 3 terma ka Kurani për kundrimin. Ka meditim, ka soditje, ka ripërsëritje. Ka ripërsëritje nëpërmjet reflektimit domethënës, jo ripërsëritje abstrakte. E dhikri, pra kjo që thotë të dhekkur, përkujtoj besimtarë që u bën dobi, çfarë ti përkujtosh? Të vërtetat, thot Fahrudin Razi. Pra, përkujtoja të vërtetat e Zotit në univers dhe të vërtetat e Zotit në Kur'an në mënyrë që ai të ketë stabilitet në besimin e vet. 2 flatra të fesë. Flatra e mendjes dhe flatra e shpirtit
në mënyrë që besimtarit shkojë drejt xhenetit Zotit. Flatra e mendjes nëpërmjet meditimit në krijim, flatra e shpirtit është nëpërmjet studimit të thënieve të Zotit, dhikri është nëpërmjet ripërsëritjes së vërtetës, sepse edhe gënjeshtra ripërsëritet shpesh. Madje tani këtu ka nevojë të ndalojmë pak kjo çështja e dhikrit. Shikoni vëllezër shtrejt edhe motra. Ne jetojmë një kohë moderniteti, që moderniteti ka i parim. Më saktë ja kanë vendos një ndër filozof perëndimor. Nuk do t'ja përmend emrin se s'ka pse t'ja përmend. Do i përmend vetëm tezën. Ai thotë kështu. Nuk ka më të vërteta, po ka vetëm interpretime. Do ta bie unë këtë pse ne kemi ra prej kësaj fjale. Ne sot aplikojmë këtë tezë për mendimin tim. Ne jemi fetar, po mënyrën se si sjellemi kam frikë se jemi laik. Mënyrën si mendojmë, madje më saktë. Jem konciz, e korrigjoj sjelljen. Mënyrën si mendojmë, kam shoh doza e laiciteti në mënyrën e mendimit. Kjo tezë quhet teza e dekonstruksionizmit, e shemjes vërtetës. Do të zbërthej unë juve. Qa thot ai? Duhet i japim mundësinë, thot, të flasë gjithkush, në mënyrë që gjithë secilit ketë vërtetën e vetë dhe asnjë mos ta ketë vërtetën. Sepse vëllezër dhe motra, në momentin kur flet gjithkush për një çështje, këtu asnjë s'ka drejt më. Sepse gjithë secili thotë e di no. Kush e di këtu asnjë? Dhe gjithë. Se ky është halli. Gjithë e dim dhe asnjëri s'e di. Fatkeqësisht, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe shemës së institucioneve të mirëfillt akademike, mungesës së universiteteve dhe qendrave të hulumtimit dhe studimit, ne kemi prodhuar çdo njeri ka fetvan e vet, ka qefin e vet e interpreton fenë sipas qefit vet. Në fakt asnjë nuk dim gjë se kush thot dhe kush e le pa thënë dhe pse e le pa thënë dhe çfarë na thot. Jemi një kakofoni të mendimit fetar. Hapi rrjetet sociale, njëri thot po, tjetri thot jo, tjetri thot ta shohim, tjetri thot ka mundësi të jetë pjo, se ka dhe pjo, në po e në jo, ka më duket, ka nuk e di, ka ças ka. Po kush është e vërtetë as dim gjë. Unë nuk duhet betohem Zot, po them, ju hap një çështje çfarë doni ju, ma gjeni se kush është mendimi sakt. S'keni shanse. Një çështje të diskutueshme, nuk po ju them një çështje që është e mbyllur. Se s'ka mendim ka ato. Namazi 4 rekat është drejka, nuk ka për të dalë kur më thon 5, se nuk të pranon kush. Po flasim për çështjet që janë dytësore në pikpamjen fetare. Ka një kakofoni të frikshme për mendimin tim të diskursit fetar modern. Ka një shemje totale të respektit institucional dhe hierarkisë akademike. Por çfarë kanë qenë me dhëbet dikur shkollat e mendimit për këtë? Që mos ketë kakofoni mendimi. Ishte një shkollë mendimi. Kishte një arsyetim të strukturuar logjik dhe fetar dhe me argumenta të strukturuar që dilte në një bindje fetare. Dhe dihej struktura, ishin universitetet, ishin pra komisionet e studimeve dhe të mendimeve. Imagjinoje dalin sot gjithë prokurorët e vendit dhe t'japin se cili ka i mendim për i çështje. Nuk ka me gjykatë, bie gjykata. Jo, është vendimi përfundimtar i gjykatës lartë dhe ka marru, nuk flet mos kur ajo fjala e fundit thot. Është unioni botnor i dietarëve, aty është fjala e fundit dhe mos hytesh një hoxha tim katun, ka hapi TikTok-ën e më thot mu, jo po mendoj që ato dietarët e kanë gabim. Nuk bëh kjo më burrë se ti po i përgjigjesh dekonstruksionizmit, ti i përgjigjesh me shem të vërtetën. Dhe besimtarët janë në një kaos të mendimit fetar. Gjithë se cili ka hapi akauntin e këputja, jepi. Është e pa drejt kjo që i bëhet mendimit fetar. Pse u krijuan shkollat e mendimit? Pse erdhën imamllar të mëdhej? Pse kriju shkollat e forta fetar? Për këtë arsye, që jo gjithë se cili, pavarësisht dijes atij, hy brenda institucionit, krijo komisionin e duhur, bë studime, bë pyetësore, ndërto strukturë mendimi, prodhon një mendim. Prandaj unë jam deri diku pak radikal, duhet më u shmang totalisht mendimeve individuale. Vetëm institucioneve të mirënjohura.
institucionale. Sepse këtu po shkojmë gjithë secili në tekën e vetë. Gjithë secili në mendimin e vetë. Dhe ka prodhuar këtë për cilën ne kemi nevojë të rikthehemi këtij dhikri. Të rikthehemi që mos të hallakatemi në këtë kakofoni mendime shpetare. Që me të drejtë, po kina 30 vjet që diskutojmë teravit 8-20, po hala nuk e ndam, se më pyeti njëri është 20, nuk kam se sqaroj, thashë se prap nuk do ta sqaroj. Nuk ka puna se s'du me ta sqaru. Po ta sqarova, prap pa sqaru do ngel. Po ta garantoj unë. Ja ty unë të shi ta sqaroj, prap pa sqaru do ngel. Sepse është kakofoni. Dhe nuk mund t'ja tolerojmë në diskursit publik. Këtu në Itali, për shembull, unë mendoj që besimtarët italianë janë në kaos. Këtë marrim, thotë më burr. Ky Maroku kështu, ky Tunisiani kështu, ky shqiptari kështu, ka njëri atje, dul njëri këtu. Po ç'a bëhet më këtë flasë, më ç'a thot feja më zotëri. Ka mundësi të më tregoj ç'a thot Islami thot. Mund të më përmbledhësh ti më ç'a thot feja. Vallai, ku jo ka thonë njëri atje, njëri këtu. Pra është një kaos. Pra prodhon një kakofoni, prandaj ka nevojë institucionet. Prandaj ka nevojë akademitë, prandaj ka nevojë universitetet, prandaj ka nevojë degët, departamentet e studimit. Në mënyrë që dalë me një thënie publike dhe ma përgjithësi për atë që thot. I ram kohës në kështu po. Apo të pyesim, vazhdojmë apo ta se mos e kemi ha? Do ta mbyllim, më kur. Në momentin kur një besimtar dhe unë e mbyllim pra me që se erdhëm tu, arrin të ketë të hekur, ketë kundrim, pra mendim, ka të debur, ka studim thënieve të Zotit, ka ripërsëritje të vërtetës, rezultati së asaj është el mushahede, të e mbyll Kurani. Në surën Bekare, kur flet për agjërimin, thot kështu: "Faman shahida minkum shahra falyasum." Në përkthimin shqip shahede është kush e shef, kush e mbërrin. Në përkthimin që i bën Salih Ferhati, e ka gjetë për mendimin tim në mënyrë koncize fjalën mushahede. Është ta përjetosh diçka. Kush e përjeton nga ju agjërimin, le ta agjëroj. Përjetimi nuk bëhet pa tru dhe pa shpirt. Nuk mund ndodh përjetimi pa dy gjëra. Dhe askush nuk mund ta përjetojë asnjë lloj ibadeti pas pa mendjen aty në shpirtin aty. Arrin besimtari mushahede, përjeto fen. Feja bëhet nga doktrinë në jetë. Nga imagjinar, iluzion në praktikë. Se bëhet përjetim, mënyrë të jetuarit. Kur e dëgjon të fjalën e Zotit, kthehet automatikisht dëshmi jete. E përjeton, pra e kupton, vjen shpirt edhe bëhet i praktikueshëm. Prandaj ulemat e mëdhej kur kanë përkufizuar besimin, thonë el imanu i'tiqadul qalbi, tasdiqul lisani wa tathbitul amali. Besimi është bindje në shpirt, deklarat me gjuhë, konkretizim me vepra. Kjo është besim. Jo tjetër beso, tjetër thu, tjetër bë, kjo është besim. Si mas qefit, besimi real, kjo është. Në Irak, ka qenë një imam i madh me emrin Sirruddin Sakati, i cili, si që transmeton në Sira dhe Hebije, kishte vure një nga nxënësit e vetë, që imam Sirruddini sa herë thote fjalën elhamdulillah mërzite shumë. Në ligjërimet e veta, kur e përmendte fjalën elhamdulillah mërzite, pra sikur e kaplonte një pendim. Dhe një nga nxënësit e vetë kishte vure, thotë imam, thotë kam vure këti, që sa herë thuaj elhamdulillah mërzitesh. Tha, me thonë drejtën, tha, i kërkoj Zotit falja, tha këtu e 30 vjet tha për këtë fjalë. Po pse tha, se fjala elhamdulillah, tha fjalë e mirë, tha, nuk ka nej, po tha e mirë është, tha, po më përdora gabim. Kur kam qenë tha imam në fshat, tha na erë lajmi që po falim tha namazin e akşamit tha në xhami, na erë llafi që ishin ndjek shtëpitë e fshatit. Po digjeshin. Dhe sikur ishin tha dolëm gjithë për jashtë. Mu më erdhi një djalë i vogël, tha imam, tha shtëpia jote nuk o djeg, tha, s'ka gjë. Unë thash elhamdulillah nuk theva. Nuk shkova, tha, me i fik flakën komshiu, tha, dhe pendohem, bëra shumë gabim. U vetë mjaftova me timën. Asu do gjejmë jam natën e mirë.
Ja, tha, nuk bolla. Dhe i kërkoj sot e kësaj dite falje, tha Zoti, tha, pse shkova më ka i miku im atje? Pra ky është përjetimi i fesë, nuk është thjesht dogme doktrinë. Shumë faleminderit që më dëgjuat. Zoti ju shpërbleft. Selam aleikum wa rahmatullah.